Baroni i drogës arrestohet në Itali vllai i deputetes demokrate. Një 27 vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim në gjithë Europën për trafik kokaine është arrestuar në Rom, shkruajnë mediat italiane. Mark Elian Hoti, vllai i deputetes Partisë Demokratike Elda Hoti, u kap në zonën Ponte di Nona në periferinë lindore të kryeqytetit italian, ku ishte fshehur në një hotel bashkë me të dashurën. Ai dyshohet se kishte rol kyç në një organizatë që trafikonte kokain nga Amerika e Jugut. Droga mbërrinte në portin e Anversës dhe më pas transferohej me makina luksoze nga Europa Veriore drejt Dubait. Pas sekuestrimit të 50 kg kokain, të fshehura në kontenjer në portin e Anversës, vllai i deputetes ishte zhdukur. Në janar, ndaj tij u lëshua një urdhër arresti europian për organizat kriminale për trafik narkotikësh, vepër që parashikon deri 15 vite burg. Arrestimi u bë pas një hetimi të koordinuar nga shërbimi i bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë dhe skuadra e antidrogës në Rom.